Të nderuar zonja deputete, zotëri deputet, qytetarë dhe qytetare që ndiqni këtë seancë, zoti kryetar. Sot, shqiptarët në Shqipëri, shqiptarët në të katër anë të botës, të rajonit dhe të botës, kudo që ndodhen, presin nga ky parlament përgjigjet menjëhershme të kërkesave të dhjetra mira dhe qindra mira të rive dhe trejave shqiptar që prej 12 ditësh janë në një protestë epike paqësore me një seri kërkesash absolutisht të drejta me të cilat nuk synojnë gjë tjetër veçse të shpëtojnë Shqipërinë nga një njeri që konsideron shtetin dhe vendin si pronë të tij personale, të shpëtojnë mjedisin shqiptar të mrekullueshëm nga natyra që po shkatërrohet në të katër anët e tij, të shpëtojnë trashëgiminë shekullore të kombit që po pson atë sulme barbare nga oligarkët, klanet dhe lobingjet e afërta të Edi Ramës. Ndaj dhe është Tilam me një anë, ata janë qytetarë shqiptar, janë parazgjithasht të ri shqiptar, të cilën protestën e tyre me një gjë janë 100% të sinqertë. Duan që ëndrrën ta vendosin në këtë vend. Duan që me ëndrrën e tyre të bëjnë Shqipërinë. Ndaj dhe mos merremi me asgjë tjetër, të merr me plotësimin e kërkesave të tyre. Kërkoj urgjentisht debat, mocion me debat me kreun tuaj. Kërkoj urgjentisht që parlamenti të ketë në agjendë të vetmën çështje kërkesat që janë absolutisht legjitime mbasi të gjitha ligjet që keni ndryshuar janë antikushtetuese. Ndëgjimi i zërit të tyre është domosdoshmëri absolute, përndryshe do t'jetë vonë dhe do jetë një gabim i madh historik që bëhet. Ndaj zoti kryetar, ushtro të gjithë autoritetin, distanconi nga Edi Rama dhe ktheni agjendën e parlamentit.